Kur përmenden grupimet, njerëzve me njëherë u shkon mendja të pyesin me cilin grup muzikor je, me cilin ekip sporti je, me cilin parti politike je. Kurse ne muslimanët duhet të udhëzohemi sipas udhëzimeve të Kuranit dhe të mendojmë për këta dy grupe që janë përmendur në shumë vende në librin e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar i ka ndarë njerëzit në dy grupe. Njërit grup ja ka dhënë dhuntinë e udhëzimit, u ka hapur zemrat për të hyrë në Islam, u ka dhënë sukses që t'i binden Allahut dhe ta ndjekin udhën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Grupi tjetër është ai që ka mbetur në devijim, përpëlitet i verbër në humbje, bredh në kotësitë e tij dhe i largohet bindjes ndaj Zotit të tij. Allahu i lartësuar ka thënë, disa ai ka udhëzuar në rrugë të drejtë, kurse disa të tjerëve u është realizuar humbja. Allahu i lartësuar i ka dërguar profetët të dërguarit dhe të përzgjedhurit e tij që të thrasin në besim, në të vërtetën dhe në udhëzim, dhe t'i largojnë njerëzit nga kufri, e kota dhe devijimi. Njerëzit karshithirjes së pejgamberëve u ndanë në dy grupe. Çdo populli ne i quam një të dërguar që u thoshte adhuroni Allahun dhe shmangni tagutin. Disa prej tyre Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë e disa e merituan të mbeten në humbje. Ne ja dërguam Themudit vllajën e tyre Salihun. Ai tha adhuroni Allahun, por ata u ndanë në dy grupe dhe grindeshin midis tyre. Pra një grup e pranoi thirrjen e pejgamberëve dhe besoi. E një grup e refuzoi atë dhe parapëlqeu për veten kufrin si rrugë. Pastaj ata filluan të grindeshin mes vete, secili grup duke thënë se e vërteta është me të. Çdo herë grupi i skotës, grupi i kufrit dhe devijimit e kanë zakon të mburren në zhvillimin e tyre, të mashtrohen pas pasurisë që e kanë dhe të pëlqejnë jetën e kësaj bote, duke e bërë këtë peshore se ata janë në të vërtetën. Shikoni si thot Allahu i lartësuar. Kur lexohen ajetet tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar cili grup ka pozitë më të mirë dhe rreth ose klub më të mirë. Do me thanë, ne apo ju, ne kemi pasuri më të madhe, ekonomi më të fortë, civilizim më të zhvilluar, teknologji dhe industri më të përparuar dhe gjërat e tjera të dunjas që ju nuk i keni. Cili grup ka pozitë më të mirë dhe rreth më të mirë? Këta harrojnë se kriteret që i përmendin dhe që i marrin si peshore për ta njohur të vërtetën janë vetëm lum kalimtar dhe sende që shkatrohen. Për këtë shkak, Allahu me njëherë në ajetin vijues thot, por sa e sa brezni para tyre i kemi shkatruar e ata kanë qenë më të begatshëm dhe më të pashëm.